Jorida Tabaku dhe Gazmend Bardhi, deputet të Partisë Demokratike, kanë zhvilluar një takim me ministrin gjerman për Europën Günther Kirchbaum, gjatë të cilit është theksuar se lufta ndaj korrupsionit dhe lidhjeve të qeverisjes me krimin e organizuar janë etike për Shqipërinë. Në një postim në rrjetet sociale, Tabaku bën me dije se e njohu Kirchbaum me zhvillimet më të fundit politike në vend, me fokus të veçantë procesin e integrimit evropian dhe sfidat reale që po e pengojnë atë. Në qendër të diskutimit ishin çështjet që lidhen me sundimin e ligjit, funksionimin e drejtësisë dhe hetimet e SPAK, veçanërisht dosjet që prekin nivele të larta të qeverisjes dhe institucionet publike. Deputetja e Partisë Demokratike theksoi presionin në rritje që qeveria po ushtron ndaj sistemit të drejtësisë, si dhe problematikat që lidhen me amendamentet e kodit penal të ri aktualisht në shqyrtim në kuvend. Tabaku nënvizoi nismën e saj për dekriminalizimin e shpifjes, në përputhje me rekomandimet e progres raportit të Bashkimit Evropian, si një hap i domosdoshëm për mbrojtjen e lirisë së medias dhe të fjalës. Në takim u trajtua edhe situata e investimeve të huaja dhe mekanizmi i shqyrtimit të tyre. Sipas Tabakut, qeveria shqiptare nuk ka treguar vullnet politik për të zbatuar në mënyrë serioze rregullore në BE-s për kontrollin e investimeve nga vende të treta jo miqësore, duke krijuar rreziqe për sigurinë, transparencën dhe konkurrencën e ndershme. Një tjetër temë kyçe ishte procesi zgjedhor dhe mosplotësimi i kritereve themelore që lidhen me demokracinë dhe shtetin e së drejtës, pjesë e grup kapitullit të parë të negociatave. Në këtë kuadër, Gazmend Bardhi theksoi se mbetet etike për Shqipërinë, garantimi i zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, qeverisja e mirë në dobi të qytetarëve, lufta ndaj korrupsionit dhe lidhjeve të qeverisjes me krimin e organizuar, lejimi i organeve të drejtësisë të bëjnë me integritet dhe pavarësi punën e tyre në përputhje me parimet e shtetit ligjor, si edhe funksionimi demokratik i institucioneve, veçanërisht i kuvendit të Shqipërisë. Tabaku theksoi se me këto ritme qeveria shqiptare mbetet vite dritë larg integrimit real, ndërsa periudhat e ndërmjetme të kërkuara janë dëshmi se integrimi po përdoret më shumë si fasadë dhe retorik politike sesa si proces reformash të thella. Tabaku siguroi se opozita dhe Partia Demokratike janë plotësisht të angazhuara në procesin e integrimit evropian, duke e konsideruar atë jetik për të ardhmen e vendit dhe për ndërtimin e institucioneve funksionale, demokratike dhe të besueshme.